Unë mendoj se arsye kryesore është fakti që kriteri për të futur në media është pikërisht kjo zhurma që ti krijon në rrjetet sociale. Mendoj se ajo është një sija matse më efektive që mund të kenë televizionet edhe kundrejt sponsorëve, edhe për të matur influencën e tyre, prandaj dhe e përdorin. Çështja është që jo detyrimisht dikush që krijon influencë në rrjetet sociale është një profesionist i mirë i fushës. Kam parë gagaç që bëjnë intervista. Realisht njerëz që nuk kanë kapacitetin që të lidhin një fjali me 10 fjalë, nga fillimi deri në fund pa bërë kupton, kjo lloj kategorie njerëzish, ignorant akut. Në që s'kan asnjë lloj informacioni mbi, sepse intervistuesi duhet jetë njëri që fillimisht ka një multidimensionalizëm vet. Edhe ti të lexoj. Jo, edhe ti të lexoj patjetër. Po duhet të kesh informacion vet, nuk mund se do të vinë artist, do të vinë sportist, do të vinë politikan. Sigurisht, formati që kam unë nuk është për të nxjerrë as të vërteta, as për të gërmuar, po themi, dhe për zbuluar diçka që se dini më parë.